me një grup tjetër, një shoqëri kulturore artistike që vjen nga Ansambli Pjetër Bogdani që vjen nga rrethi i Hasit, Shqipëri. Ne kishim edhe një grup tjetër nga Hasi, si duket Hasi pas ka i folklor që nuk shterë asnjëherë. Këta artistë shoh që kanë grup mosha të ndryshme, zonja atje, po më pëlqen ato flokët që i ka çuar si një herë një kohë. Pra të gjithë brezat i kemi këtu. Një përshkrim për ansamblin tuaj. Ansambli Pjetër Bogdani është një ansambël që përfshin të gjithë brezat, nga më të rinj deri tek mosha më e thyer. Për ndryshe ansambli ku ka marrë pjesë, gjithmonë ka korë suksese, jemi ndarë me çmime në çdo eveniment që ne kemi marrë pjesë, sepse është një ansambël shumë i përgatitur. Bukur, sa jeni gjithsej, a keni lënë të tjerë në shtëpi, a ka qeni? Ja, dhe këtë zotërin ta ansambli marrin Pjetër pak. Bogdani është 50 persona, por 50 persona? 50, por pjesa tjetër janë atje, sepse kështu na u kushtozu numri për të marrë pjesë në. Bukur, zotëria këtu me mjekër, me atë portretin që kanë pasur malësorët tanë, emri jot? Skënder Sharifi. Sa kohë ke këtu ti? Po him të 50 as. Qysh 20 deri 70. Roli që ke? Rolin këcimtar, Po ma mori mendja. instrumentist. Edhe kur flet ajo dora jote që lëviz shu e ka të gjuhën e koreografisë. Faleminderit shumë. Ansambli ka gjithë përfshirës edhe moshat që i cituan pak më përpara. Po kryesori është kënga. Shoh një larmi në veshje, pra nuk është se kemi atë pjesën si u mësuam natën e parë, ku vendoset ajo pjesa tre këndësh, këtu një pjesë ujë edhe Grupi i gjoneve. i gjone, Po po. të Hasit Kosovës. Pra është kjo ndryshueshmëria kaq afër dhe kaq pozitur dhe kaq ndryshme. Po, hajde zotria, mund ta përshtyj dhe zotrin. Tre veshje, pra shoh që ka larmi. Kjo ndahet sipas fshatrave që ta kemi të qartë? Jo, kjo ndahet sipas territoreve, po normalisht sipas fshatrave. Po ja, për shembull kjo vajza këtu, më jepni tre modelet e veshjeve. Atë vajzën e afrojmë këtu, kjo veshje ku vishet? Hasin e quajmë veshje e rekës. E rekës, afro pak më afër ta shohin dhe gjithë leshikusin, pra kjo është pse ri kështu apo kështu e ka modeli përpara? Si rrafshi. Ah, Hasi gurit e ka atë mbështjellësit që po. po, kjo është e fshatit? E vlohën e fshat e Hasit gurit. Bukur, tani po thonë gjithë leshikus sa larg janë këto fshatrat? Po nuk janë shumë larg në vete, po janë tradicional, janë ndryshe. Po fantastike ky kolorit kaq Hasi shumë. gurit e vesh këtë lloj veshje. Sa vjeç e mojzoj? Unë jam 64. Bravo që ka ardhur këtu në festival. Dhe çfarë roli keni dhënë zonjës? Kjo është Kësaj vallën e emiton plake. Ah, imiton plakën. Nuk je plak ti je gocere? Jo. Po su mërzit? Po su mërzit. Dhe veshjen tjetër, ja ku kemi të vajzë këtu? Kjo është veshje e vajzave. E vajzave të traditës Hasit. Prandaj kjo është me, i thojmë na me kule, jo me, është dëmon vajzë, kandidatur më bo dikur nuse, po një herë për herë vajzë. Okej, ke gjetur atë? Jo. Akoma pse mre kështu sikur nuk e duam neve. Duam. Faleminderit një herë të gjithë dhe ju uroj shumë sukses sot. Faleminderit shumë.